tim. Jo vetëm gratë e familjes, por sukses duket se ka pasur edhe Genti Klosi, vëllai i zëvendës ministrit të Belinda Ballukut. Në vitin 2017, Genti Klosi regjistron një bar kafe me të ardhura modeste, por gjërat do të ndryshonin shpejt për Genti Klosin, që sot mund të konsiderohet si një nga biznesmenët më të suksesshëm dhe çdo gjë e arritur në kohë rekord. Në vitin 2019, në QKB regjistrohet kompania TOV19 me ortak Orges Totojani dhe Vera Musmuça. Ky e fundit largohet si pronare e kësaj kompanie 4 muaj më vonë dhe çuditërisht nga pronare figuron e punësuar si operatore call center. Aksionerët e rinj janë Mikel Lesaj dhe Ermal Arapi. Në vitin 2020, në këtë kompani hyn në lojë Gent Klosi, i cili blen 50% të aksioneve nga Orges Totojani dhe tashmë bëhet pronari i gjysmës së kësaj kompanie, apo Villa Feliz, një restorant luksoz në periferi të Tiranës. Në bilancin e vitit 2019, kjo kompani deklaron makineri dhe pajisje në vlerën 1.2 milion lek dhe nuk deklaron se ka në pronësi tokë apo ndërtesë. Gjatë vitit 2021, kjo kompani deklaron detyrime të cilat arrin në vlerën 21 milion, apo rreth 210.000 euro, dhe në pronësi tashmë rezulton një ndërtesë. Ndërsa në letra, kompania ku Genti Klosi u bë pronar kishte vetëm aktivitet, befas më pas rezulton që ka në pronësi edhe ndërtesë, çka ngre dyshime se si ish pronarët u treguan aq zemërgjër me vëllain e zëvendës ministrit Klosi. Në vitin 22, ortakët e tjerë tregojnë po aq zemërgjër dhe me kontratë i dhurojnë Genti Klosit edhe 50% të aksioneve të tjera dhe tashmë ai bëhet ortak i vetëm i kompanisë TOV 2019. Sipas kontratës, këta ortak përpara noterit deklarojnë se nuk kanë detyrime, por bilanci flet ndryshe pasi deri në vitin 2021 kjo kompani kishte 210.000 euro detyrime. Pra, bilancet dhe transaksionet e kryera mes ish pronarëve dhe Genti Klosit ngren pikpyetje të mëdha se si një pronë me vlerë qindra miliona lek dhurohet me vetëm një firmë. Pas marrjes në 100% të pronësisë, në krye të kësaj kompanie si menaxhere e vilës emërohet shtetësja Maria Mino. Për këtë personazh do të ndalemi gjatë në investigimin e sotëm pasi është Chelsea Kopil, jo vetëm për menaxhimin e restorantit, por duket se është edhe personazhi që do të lidh edhe përfshirjen e Ceno Klosit dhe familjarëve në marrjen e lejeve për parqe fotovoltaike. Po aq i dyshimt është edhe lulëzimi i kësaj kompanie pasi Genti bëhet pronari vetëm i Villa Feliz. Ndërsa deri dje rezultonte me detyrime të prapambetura, në vitin 2022 kompania njeh një bum financiar, duke trefishuar xhiron. Të paktën, kështu deklarojnë në tatimet e drejtuara nga vëllai, Ceno Klosi. Për vitin 2022, kjo kompani në fushën e restoracionit bën 630.000 euro xhiro dhe fitim 200.000 euro. Për 23-shin, faturon 660.000 euro dhe fitim 230. Por nuk ndalet këtu. Genti Klosi, nga një lokal modest, shndërrohet në pronari një restoranti luksoz, e tashmë do të kalojë në një tjetër nivel, si investitor në Bregdet, një investim miliona euro, ku në lojë do të hyjnë edhe personazhe të tjerë. Në vitin 22, kompania TOV e Genti Klosit së bashku me Petrit Kovacin dhe Ushina SHPK në kuota të barabarta themelojnë Adriatic Union. Sipas të dhënave të bilancit, kjo kompani që nga themelimi zotron një tokë dhe ndërtesë në vlerën 760.000 euro. Nuk dihet se si dhe nga kush është bler apo zotruar kjo pronë, por i mbetet spak ta vërtetoj pasi edhe në këtë rast, për familjen Klosi, pronat mbin nga hiqi. Në vitin 23, largohet ortaku Ushina dhe tashmë aksioner janë Petrit Kovaci dhe Genti Klosi. Kushëri mes tyre. Sapo Ushina largohet, për Adriatic Union, kryeministri Edi Rama miraton një leje ndërtimi për hotel 9 kate mbi tokë, 2 kate nën tokë, në buzë të Adriatikut. Në nëntor 23, pasi mediat filluan të denoncojnë këtë leje ndërtimi për hotelin e Petrit Kovacit, babai i drejtorit të usjellës Durrës, Spartak Kovaci, dhe Genti Klosit, vëllai i drejtorit të përgjithshëm të tatimeve, ky i fundit largohet nga kompania. Në këtë moment regjistrohet edhe një tjetër transaksion i dyshimt nga vllai i drejtorit të tatimeve. Një kompani e cila zotron 760.000 euro prona dhe leje ndërtimi për hotel 9 kate Buzdetit në Durrës, Gent Klosi i shet për vetëm 500 euro aksione takuese. Ajo që ngret dyshime të mëtejshme janë të dhënat e pronës në lejen e ndërtimit të miratuar nga Rama, në të cilën përcaktohet se sipërfaqja totale e truallit është 1104 m2, nga të cilat 183 janë shtet.